Britania do t'i kërkojë Kosovës të pranojë migrantët që mborrin me varka të vogla, si pjesë e planëve për të hapur një sëri qendra shkthimi, jashtë vendit ka zbuluar gazeta The Times. Shteti i Ballkanit Perëndimor është në një listë të shkurtër prej 9 vendesh të përpiluara nga ministrat e zyrtarë si destinacione të mundshme për qendra jashtë vendit ku do të dërgoheshin azilkërkuesit, e refuzuar pasi të kenë shtruar të gjitha mundësitë e apelimit në Mbretërinë e Bashkuar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar gjithashtu se vendi i saj do të ishte i hapur për bisedime mbi marrëveshje të mundshme për të pranuar azilkërkuesit e dështuar të Britanisë. Kosova i bashkohet Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës dhe disa vendeve jashtë Europës që janë përfshirë në listën e vendeve me të cilat ministrat synojnë të hapin negociatat. Nuk ka nisur ende bisedime zyrtare me asnjë vend, por besohet se ministrat dëshirojnë të kenë bërë përparim deri në momentin kur Britania të presë një takim të liderëve të Ballkanit Perëndimor në Londër kohë të vjeshtë, ku emigracioni i paligjshëm do të jetë në krye të agjendës. Ministrat kishin shpresuar që Shqipëria do të pranonte të strehonte një nga qendrat e kthimit të Britanisë, por kryeministri Edi Rama e përjashtoi këtë javën e kaluar. Burime të larta qeveritare kanë thënë se Kosova është një vend i mundshëm për ngritjen e një qendre kthimi, pasi ndodhet në njërin nga rrugët kryesore që përdorin emigrantët e paligjshëm. Sipas zyrës së jashtme britanike, gati 22.000 emigrantë të paligjshëm përdorën rrugën e Ballkanit Perëndimor për të hyrë në BE vitin e kaluar. Provat që emigrantët kalojnë përmes vendit pritës të qendrave të kthimit shihet si një hap kyç për të lehtësuar procedurën ligjore të deportimit. Britania e Madhe do të mund të argumentonte se ata kishin mundësi të kërkonin azil në një vend të sigurt, por zgjollën të mos e bënin këtë. Më shumë se 3.000 emigrantë hynë në BE pasi kaluan përmes Ballkanit Perëndimor në 4 muajt e parë të këtij vitit, përfshirë 804 vetëm në prill. Sipas Agjencisë Kufitare të BE-s, afganët, turqit dhe sirianët përbënin numër më të madh të mbarritjeve. Keir Starmer po përballet me presione në rritje për dështimin e tij në frenimin e numrit gjithnjë më të lartë të emigrantëve që mbërrin me varka të vogla. Një rekord prej 13.573 emigrantësh kanë mbërritur deri më tani me varka të vogla, 37% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kosova, një nga vendet më të varfëra në Europë, ka një popullsi prej rreth 1.6 milion banorësh dhe kufizohet me Serbinë në veri dhe lindje me Maqedoninë e Veriut në juglindje, Shqipërinë në jug-perëndim dhe Malinezinë në perëndim. Presidenti Osmani tha javën e kaluar se vendi i saj do të ishte i hapur për idenë e strehimit të një prej qendrave të kthimit të Britanisë. Nuk ka pasur bisedime zyrtare me Britaninë për këtë çështje, nuk është ngritur deri më tani, ka thënë ajo. Do të ishim të hapur për ta diskutuar, megjithatë nuk mund të them më shumë sepse nuk i di detajet. Nuk mund të jap një përgjigje për një kërkesë që nuk është bërë ende. Disa vende të tjera europiane po shqyrtojnë gjithashtu ngritjen e qendrave të jashtme për emigrantët e paligjshëm, përfshirë Italinë, Danimark, Gjermani, Holandë dhe Zvicër. Çdo marrëveshje do të kërkonte që Britania të paguajë për çdo azilkërkues të dështuar të zhvendosur. Kosova ka treguar gatishmëri për të arritur marrëveshje ndërkombëtare për të pranuar emigrantët e padëshiruar të Europës. Në 2021 ajo ra dakord për një marrëveshje prej 200 milion eurosh me Danimarkën për të pranuar 300 të burgosur të huaj, të cilët do të vuajnë pjesën tjetër të dënimit të tyre në Kosovë, derisa të deportohen në vendet e tyre të origjinës.